Sonte para se të fillojmë spektaklin ton Odeon, nga skena për artistët që nuk janë më mund të bëjmë vetëm homazh me një duar trokitje të madhe. Dua të ndalem të një moment për ta kujtuar një artist që këtyre ditëve na la, duke na lënduar rënd e duke na lënë të pikëlluar. Shpat Kasapi, një zë i dashur, një shpirt i ndjeshëm dhe një artist që ka prekur zemrat e mira njerëzve. Këngët e tij kanë shoqëruar gjithë shqiptarët, kudo që janë në gjithë globin toksor, në koncerte, në mbrëmje, në dasma. Besoj që ka lënë aq shumë gjurmë që do të përkujtohet në vazhdimsi, po përsëri edhe në mbrëmje, edhe në dasma, edhe në gëzime, artisti i madh që na la me lot në sy këtë javë, Shpat Kasapi. Edhe ne, spektakli Odeon, i gjithë stafi, absolutisht jemi ndjerë të pikëlluar, të mërzitur, kemi derë dhe lot për artistin e madh që në moshë shumë të re e la skenën shqiptare, por në realitet la aq shumë gjurmë që unë besoj që për jetë të jetëve këngët e tij do të këndohen dhe i tillë do të përkujtohet artisti i madh Shpat Kasapi. Sonte para se të fillojmë spektaklin ton Odeon, nga skena për artistët që nuk janë më mund të bëjmë vetëm homazh me një duar trokitje të madhe. Dua të ndalem të një moment për ta kujtuar një artist që këtyre ditëve na la, duke na lënduar rënd e duke na lënë të pikëlluar. Shpat Kasapi, një zë i dashur, një shpirt i ndjeshëm dhe një artist që ka prekur zemrat e mira njerëzve. Këngët e tij kanë shoqëruar gjithë shqiptarët, kudo që janë në gjithë globin toksor, në koncerte, në mbrëmje, në dasma. Besoj që ka lënë aq shumë gjurmë që do të përkujtohet në vazhdimsi, po përsëri edhe në mbrëmje, edhe në dasma, edhe në gëzime, artisti i madh që na la me lot në sy këtë javë, Shpat Kasapi. Edhe ne, spektakli Odeon, i gjithë stafi, absolutisht jemi ndjerë të pikëlluar, të mërzitur, kemi derë dhe lot për artistin e madh që në moshë shumë të re e la skenën shqiptare, por në realitet la aq shumë gjurmë që unë besoj që për jetë të jetëve këngët e tij do të këndohen dhe i tillë do të përkujtohet artisti i madh Shpat Kasapi.